politike është sulmu kandidati për deputet në një shtet demokratik, del një kandidat, një kryetari i komunës, si më shon gotën kry, edhe tash na flasim sa është e drejt, sa është e pa drejt, se pas ka qenë ushtari i UÇK-s, pas ka luftu për vendin, shumë mirë që ka luftu për vendin. Ne e respektojmë edhe çmojmë secilin qytetar që ka dhënë sadopak për këtë vend, edhe në kohë luftës, edhe në çfarëdo kohe. Mirë po, asgjë nuk i justifikon sjelljen e tij. Sepse ti mund të luftosh për vendin tënd. Mirë po tani mund të kthehesh në një rrugaq të tillë siç është Sami Lushtaku. Tani mos ka përdorë, mos ta shpresojmë gjuhën zonja Pacoli. Përshtatshme në studio para kamerave me çujt rrugaq. Me thonë, a është kjo gjuhë përshtatshme tash? Nëse ju këtu në studio e çuni Sami Lushtaku në rrugaq dhe pastaj pritni që dikush më ju toleru dhe me thonë rregull ka kjo farë pune, kjo është gabim. Pra kjo gjuha që e keni instalu, jeni tu e kultivu që vite tona, tash kjo është pasoja. Pa duni me marrë ju justifikon atë ka bërë Sami Lushtaku. Je duke justifiku.